أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahun e falemndrim. Selamet, salatet tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Mëshira dhe ndihma Allahu xhaleshan qoftë mbi ata të cilët e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po ashtu faleminderit për juve që keni përzgjedhur të jem pjesë e misionit juaj dhe jam shumë i lumtur dhe i kënaqur për këtë. Allah ish përbleft inshallah. Pra sigurisht se këtu më Hafez Eyub Kadriu, i lindur në Shkup dhe banoj në Shkup. Pra mirëm më shumë me Kur'an e Kerimi mirëm. Dhe është pjesë për dëshmëria jeme është ajo. Dhe për ndryshe jam edhe si imam me një fshat Bilimbek. Imam vetëm se për atip, domethënë ditëve të xhumoja dhe gjatë muajit të Ramazanit mbaj edhe ligjëratat. Ashtu që jam hafiz i Kuranit prej moshën 15-16 vjeçare kështu. Kom fillu moshën 12 vjeçare, kom mbaru moshën 15 vjeçare dhe atëherë pra e kom dhonë provimin para Komisionit Hifzit në institucionit pra të Hifzit pra Mbashkësisë Islame apo muftinisë së Shkupit. Dhe prej atëherë mundohem sikur para njerëzve dhe para Zotit ta mbaj dhe ta përfundoj jetën time me këtë barë të cilët e kam përsipër. Hifzi është edhe një barë, një përgjegjësi e madhe për një hafiz, i cili ka mësu dhe duhet deri në fund për ata përjeton, deri në fund ta mban dhe ta ruan. Jetët e para, apo shkronjët e para, i kemi mësu të një muhafiz shumë i nderuar Shkupit, që besoj ashtu muhafiz, ashtu muderis, ashtu muallim. Bindjet e mia janë që s'vjen ashtu. A ka qenë Hafez Idris Efendiu, pra imam i xhamisë Allaxhe, ka qenë i hoç, me të vërtet, në qoftë se dikush e ka mbajtur titullin hoç me plot kuptimin e fjalës, ishte Hafez Idris Efendiu, në të cilin pra, i cili më mësoi shkronjat e para të Kur'an Kerimit. Dhe pra atje edhe përfundova edhe hatmën, ashtu pra ishte Hafez Idris Efendiu. Shto, ne prej fillim, prej moshës së vogël, pra prej 5-6 vjet, pra kemi fillu me namazin, se rrjedhim për familje e cila general, pra të gjithë falin namaz, dhe me të ndjerin në rahmetli babën tem, mirë ke përdore dhe shkojshmi në xhami. Mos në muajin e Ramazanit, kur e shifshin ata vëllezër të cilët lexojshin mukabele. Pra ishte tradit me shall, me xhibe. Dhe i shifshin ato, mendojshin emocion me lek. Guxoj me prek thështë. Shna ti prek, çka janë këto njerëz? Dhe prej atij hini me rak i Hifzit. Dhe fillova
Fillova të një hoq i cili është i ndjeru vo për Ahmet, Hafez Tayyip Efendiu, ishte imam në xhaminë e mallës tonë. Bile kur e kom fillu hizin, e kom fillu me dallavere pak. Thonë çfarë dallavere? Se së mirë ka i mu me bo hafezlikin. Dhe ai shkoj dikund në pushim. Erdh një Hafez Halil është gjallë, alo. Edhe unë arrejt Hafez Halilin, thash, më ka thonë hoxha ty të mangojsh dersin. Edhe kur erdh pi pushimit, unë vetëm me patabon një devër është 30 faqe. Dhe ashtu kur erdh ai beti abitur dhe tha vazhdo me pse s'mundi, se ashtu e kishte merak. Edhe vazhduam dhe për 2 vjet e përfundova bitën për 20 muaj. Allah ka thonë Kur'an wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Allah thotë ne kom bo Kur'anin të lehtë për ta përmendur, ja nuk e kuptoni këtë. Dhe s'ka qenë kur një farë problemi, bile hoxhës Rahmetliu t'i bat mbet merak se së më dha një shpull. Se së më gjeke moment më jape një shuplak. Se së gabojsh në asë njerë dersin. Nuk i bësh në gabime edhe kur erdh puna tha këtë më ka mbet merak se një shpull se në të dhash. Alhamdulillah. Për mu s'ka qenë sfidë dhe s'ka qenë rëndësi, kur një farë problemi s'ka pas, bile mund t'ju tregoj se edhe shqyqesh në do një televizor edhe bësh në dersin, qaq që nuk kishte problem. Tash momentalisht 1-2-3 vitet e fundit si mësuj, këm ndërprej se këm mësu zanë sa mund me thonë me mija. Jo me qindra, po me mija këm pas me ktebe. Ashtu nuk ban me përmend në televizor aptazi, po këm pas një me kteb privat, të cilën qiraën këtë harxhimet i këm bagujt prej vetë-vetiut. Si këm marrë për nxënësve, se kemi punu me një biznis, edhe djemët e kanë ndihmuar atë projekt. Dhe kemi nxjerrë shumë talebe, të më thonë prej fillimit, pra lezimit Kur'anit deri në hatme, mandej i kemi adresu nxënësit në për qendra të ndryshme. Shumicën e nxënësve të cilët kanë qenë të aftë të bëjnë hifzin, i kom dërgu të Hafez Isa Bekteshi, i cili është shumë është do më thonë, suksesshëm në nxjerrjen e hafizave, me 10 hafiza kanë nxjerrë deri tash. Dhe me shumicën, do i kom adresu Hafez Sadudinit, do i kom prun këtë qendrën këtu, ashtu që unë jam marrë vetëm më shumë me fillim, pra të Kur'an keni me deri në hatme, ja u kom mësu edhe pjesë të xhvidit, se të xhvidi është shumë një shkencë shumë e madhe, nuk kur themi kom mësu me të xhvid. Kemi mësu ato bazat kryesore të cilat janë, pra se të xhvidi është shumë e madhe. Për atë s'kom pas kohë mu marrë shumë me nxënësat e hifzit. Dhe kom qitë një hafiz para 1-2 vjetë në shtu në qket lokal, pra e kam dëgju komisioni i hifzit. Hafiz me qitë është zor dhe ju uroj ato të cilët miren me hafizat. Sa është një përkushtim shumë i rëndë, sa është përkushtim i hafizit i cili e mëson hifzin, po aq është edhe përkushtimi i muhafizit i cili duhet të ndahet për të gjitha aktiviteteve të cilët ka të mirat me ato. Tash, me të thonë të drejtën më mungon ajo. Po disi është këtë njerë kur ta humbish atë retorikën, kur ta humbish atë ritmin, dhe mandej se një gjenë nxënësat. Se s'provoj Zoti me disa smundje dhe ishte shumë, po alhamdulillah tash jam mu kthej pak shëndeti. Tash du të filloj, po s'm pëlqejnë nxënësat, edhe më mungon ajo. Kënaqësi më e madhe se të punosh me nxënësa, me talebe, nuk ka. S'ka kënaqësi më e madhe. Ajo nuk mund të kompenzohet me asgjë tjetër. Shka të më të thonë, ma mirë se me talebe nuk ka. Dhe shpërblimi jasaj është shumë i madh. Jo në atë aspektin material. Jo të tregoj një rast, ishmi duke për të përfundu hatmën, ceremonien e duas hatmës. Pa të mbledh dhe qesin parë, thash mos ngus, ne dini që unë s'marr, s'ku marr kur njerë për nxënësave parë, asnjëherë hiç. Bile ju kum dhonë me marr jo.
Thash është një parë në gjepë se këtë punë veç Allah është problem, s'mund është problemi. Teni këtë punë. Moment më bon telefoni, Allah, më lajmëron do shok për Turkije. Tha, o gjëm, ta kena pagujt, tha, umrën, e që tha mere vizën. Tha, shka u bo, tha, sheshe Allah është probleti. Ma kanë pagujt umrën, ishë në do shok tjera, do babalarët, po neve në monë, basi unë për Maqedonie mund të shkoj, po mund edhe ju. I morëm vizët dhe bom këtë grupa ative babalarëve shkum në umrë. Shpa shërblivi. Po, në gjennet janë, inshallah, në ahiret ala ma shumë. Neve kemi pas program mirë këm pas. Unë, elhamdulillah që Allah ma mundsoj dhe kishmi gjendjen e mirë materiale. Unë gjdo dijafi organizoshna e bishna atë minibusin, i meshmë në zansat, dhe shkojshim në kodën e dillit, shkojshim. Të gjitha ishin ato në argjimet e mija. Në zanë se zguzoshin as bile autobusin me pagujtën. Ashtu që kemi pas përjetimet mira, tash ishna një ditë të arpi Bilimbegit në autoban, mirë po duke hi në qytet, ndalohet shpejtësia, dhe më thonë është 50. Po një më daldis. Lesha të lexu Kur'an me të kaldu, se këm pas, kur shkon 150, 150, 3 fish më. Ma të e për më dalë një policë, kërëm, po, ja bë kështu, au, shka ka, unë nuk e një djallë, nuk e një. Shka ki o djallë? Tha, pse me të ndale? Po, thash, pse më ndale? Tha, ku mos kish në ndale? Thash, tja po mje mu, tha, po, tha, tja së mje, thash, jo. A para 15 vjetëve, tash i ka 25 vjetë, i ka pas 10 vjetë, ku unë e di, ku ta ka ndryshu. Tha, o që tha, pa tjetër, tha, me të dha një dënim të vogël. Tha, se së mje, tha ti mu, tha, jëmë konë zonë, tha, këmë bohat, me thash, valla, thash, një. Thash, i kujna i e, kur më kalëzë, o, më më tek, thash, ti që i pëshim bëj Qeremin se për me Qeremin dhe ipke, ishte zavrak. Tha, po që jam, edhe ma shkrujti një dënim të vogël, kaloj, se dhe ke më marrë lejen jatë 6 muj. E qaja është problem momente që ma si kalon një kohë gjatë, ti nuk e njeh në zonë, se na majt njeti. Kjo është shumë janë interesant të gjona. Kalon një periudhë shumë e gjatë, dhe i ke haru, ke qitë i haresë, i kujdesë. Për fat keq, në kohën e komunizmit, se unë jam për 87 jam me detirë. Kom fillu e 87 në një xhami të Tunsus si muezin, më ndëj. Atëherë ishte ndalu. Dhe më thonë, në moshën, deri të akrin 8 vjeqarën, prej kur të bën fëmija 15 vjetë, mund ta ndjek mësim besimin. Deri në 15 vjetë, jo, ishte një sistem i komunizmit, një farë metode që e dishin edhe ato se fëmija ma i vogël e merr ma mirë. Se ti bëm 15 vjetë, mos kaj, interesant. Mirë, po na i kemi mësu edhe më sheft. I kemi mësu më sheft, kemi pas probleme edhe me pushtetin. Na kanë marrë në pitje, po se mi ndalë, se kemi pas atë frikë. Dhe atëherë ishte interesimi më i madh, nuk i nxike me ktepi fëmit. Besoni që nuk i nxike me ktepi fëmit, pse ishte ndalume. Kur u liru, filloj me stagnu puna. Filloj interesimin ndaj mësim besimit me ra. U dopsu shumë, edhe sot është për fat keq shumë doptosh në për mektepe, jo mund të gjesh një 10-15 në zonë, si asë mund është. Për para kanë 100, vishin 200, dhe ashtë ta skadria e mban ment atë generatë, ku kishmi shumë zonë sa së një përballojshmi. Tash ka ra, po, elhamdulillah, prap punohet. Gjithë se Shkupi gjithmonë ka qenë dhe është pra një qendër e cila prodhon pra hafizat të Kuranit, është një fabrike madhe, mund të them se një fabrike madhe, se çdo nuk ka muj që nuk dalin 2, 3, 4. Tash momentalisht më njëherë mbas Ramazanit dhe kemi prej qëtë institucionit dhe kemi 3, 4. Edhe hafizlije tjerë që mësojnë në për mektebet e tyre privat, elhamdulillah që para dje e përfundoi një hafiz i cili
e përfundoj me një notë shumë të shkëlqishme, ishte Hafiz, unë bile e mërtova me atë shok, thash Hafiz kompjuteri. S'kishte, s'dikë mu gabu. Dhe më thonë, qa Hafiz i mirë? Elhamdulillah, ju shtu radhëve Hafizlera edhe një, tash të shtohet. Dhe më thonë që në parat elhamdulillah jemi të qetë në shpirë që ka, nuk ndalet të Shkup. Uroj që edhe në të vise tjera të këtë. Kujtohet një moment kur më thirrën polici. Ishna i ri. Tha pse tha ti mëson, tha shkoj mëson nacionalizëm mëson. Thash nuk di, thash unë nacionalizëm, thash Allah i ri, thash nuk mirë në më të punë. Jo tha trego, tha, ti tha sigurisht të mëson nacionalizëm. Ishte një shka. Thash po mere Kur'anin, mere thash edhe një përkëthis. Thash kada, thash të foli, ta mandi. Në qoftë se shet dikush në Kur'an nacionalizëm, atëherë merë më unë të në shkruaj më burgosëm shka dushmën. Edhe kër e pa që si a qetë lirona, ma me kanose se në qoftë se vazhdojnë do të burgosin. Me në teme si thash ati, po thash sa xhallar para mu jenë burgos për këtë punë, thash nuk është dertë edhe ajo punë. Jo, asë familjeve dhe së më kanë thonë, jo s'ka pas. Këtu në Shkup nuk ka shi njerëzit që të thojnë leje këtë punë. Shkupjantë, xhamati Shkupit janë shumë besimtarë. Edhe e dojnë Kur'anin, edhe dojnë hoxhën, e dojnë institucionin. Tash na si Hafizler, s'kemi punu asgjë tjetër jashta se vazife si muezin ose imam, na e dim se sa janë rrogat e imamit. Po çka xhamatës që na kanë bajt neve. Edhe çdo një hoxh që ka kushtet e mira, i ka kushtet e mira të jetës. Çdo një hoxh ka automjet, çdo një hoxh ka shtëpi, çdo një hoxh ka kushtet e mira, ku thon kush është shkim xhamat. Ky xhamat i cili gjithmonë na kanë përkrah. Edhe na përkrajnë, edhe na mbajnë. E ky xhamat nuk mund më thon hiç dorë për kësaj pune. Kështu në kanë qenë xhamati i Shkupit. Për jashtim një pakicë e vogël, më një shumicë të 90% janë besimtarë të cilët nuk guxojnë me thonë hek dorë për kësaj pune. Shill për të rinjët. Unë kisha dash me ju thonë që ne të mirëm me Kur'an. Le ta mësojnë Kur'anin. Le ta jetojnë Kur'anin. Sa ai cili mirët me Kur'an, ai është ndër mbrojtjen e Allahu xhaleshan. Ai është sikur me shku dikuj mirë mbajt shtëpinë. Është një pasunik shumë i madh, shumë, ka shumë miliarder, është multimiliarder. Edhe ti shkon, ati jap më mban shtëpinë. Dhe ka shku dikun kur vjen e shesh shtëpinë magnitet shumë birë, ja ki rregullu shumë, e ki më bëjt mirë, e ki pastru mirë. Edhe çka bën ai? S'dinaj sa më shpërbli ti, sa çaq shumë i kënaqur. Edhe Allahu xhaleshan është fjalë e Zotit, libri i Zotit, ai i cili mundohet me i bo hizmet kësaj, me mbrojt këtë, me e vlerësu këtë, me mësu këtë libër. Allahu xhaleshanu çaq tepër gëzohet me ato njerëz, të cilët nuk i lën me hje keq as këtë dunjo, pas në ahiret. Sikur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të urdhënon Allahu xhaleshanu sa jetë di, sa sure di, ngritu. Lexo dhe ngritu. Para mendoj një Hafiz i cili e di të gjithë Kur'anin mend. Sa do të ngritet? Pra, të rive këshna këshillu që mos frigohen prej hidarës, mos frigohen prej rrezikit, se me të vërtet është ka një manipulohet me tritë, se s'ka këshire hoxha, s'ka rrok, Hafiz bosh, ka do të bëjsh. Po në Hafiz se Allah ka ti të mbrojti, Allah ti qelë këtë udhtë. Mos kemi punu kur gjatë tjetër përveç se Allah na ka rujtë dhe na ka dhonë të gjithat mirat i kemi elhamdulillah. Të gjithat mirat. Pse? E ka vlerësu dhe ka shpërbli mundin të cilën e ki dhonë për me e mbrojtën fjallën Allahu xhaleshan. Këshna dhonë trive edhe hafizeve të cilën tri, nuk është vetëm ta mësosh Kur'anin për menç. Po është edhe ta përjetosh. Ta vendosh në jetën tënde të përditshme, të jetosh me Kur'an. Të mundohesh Kur'anin
të bohësh Kurani gjallë, të jesh shembull ndaj tjerëve. Hafizat du të kenë kujdes edhe në veshje, edhe në sjellje, edhe në të folurit, se hafizin e inqizon çdo kush. Mos ta inqizon për keq, po ta inqizon për të mirë, me të lakmi, dhe hafizi mund t'i jep dikuj, pra t'i jep vullnet që të fillon edhe ai tjetri të bona sikur ki hafizi. Njo, që i kemi pas në hafizlart, kur kanë kënu mu ka bërë, na kanë dhënë vullnet që ato na kanë dhënë motiv neve me mësu Kur'anin.